Ai sot është sërish gazetar, madje është një radio interesante. Radio EAMI. Radio kineze në gjuhën shqipe. Është shumë interesante. Zonja dhe zotëri, ky është djaloshi simpatik Gazpret Agaj. Ka një eksperiencë gati 3 vjeçare në fushën e gazetarisë, nga viti 95-2011, ka punuar si gazetar në Radio Tirana në realizimin e programeve artistike dhe kulturore. Në vitin 2006 ishte koordinator për media në festivalin e 45 të Këngës së RDSH. Që prej vitit 2020 është gazetar në Radio EAMI dhe realizon programin muzikor Biofolk. Po ashtu, zoti Agaj është angazhuar në fushën e zgjedhjeve si ekspert. Ka qenë vëzhgues i OSBE-s në shumë shtete të botës për zgjedhje. Imagjinoni një djalë shqiptar që përfaqëson OSBE-n. Ka shumë procese, siç ka qenë në Ukrainë, në Kazakistan, në Kirgistan, në Gjeorgji, në Armeni, në Turqi, në Kosovë, në Poloni, në Bullgari dhe në Maqedoninë e Veriut. Sot ai merr titullin e bukur ambasador për paqen. Do të ftojë zonjën Kozeta Hoxha dhe zonjën Manuela Basmatić, presidente e familjes, edhe gazetaren Kozeta Hoxha të bryat në skenë. Manuela është presidente e Federatës Familjes për Paqe Botërore dhe Bashkim. Një dorë do ngrihet për Manuelën dhe Kozeta Hoxha dhe Ermenita Stafa janë 2 kolegët tona të nderuara. Ajo është shefja e programeve në Radio Tirana. Faleminderit Ermenita që je sot këtu. Faleminderit Flutura gazetarja e ish gazetarja e Radio Tiranës, janë Kozeta Hoxha, që ju keni parë, një dorë të video dhe për Kozetën, e cila së shpejti do t'jetë ambasadore për paqe me Kozeta Hoxha, por me që nuk e kishte pashortin dhe fëmijët këtu, e lam për një herë tjetër. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt, po e them sinqerisht që emocionet që kam sot si kam pas kur në gjithë të vite karrierë në media, që natyrisht gazetarët janë ato që duhet të kenë emocione, por emocionet e bëjnë vete, nuk them më mirë të kesh emocione se mos kesh fare. Ai që ka emocione bën punë më të mirë. Po them që është vlerësimi më i madh që kam marrë në gjithë karrierën. Dhe nuk mendoj që do ndjehem më i vlerësuar nëse do të marr të tjerë në vazhdim të karrierës. Të marrësh vlerësim ambasador për paqe, mund të them që paqja është fjala më e madhe që ekziston në botë. Jo vetëm sot që kemi konflikte në vende të ndryshme, lufte, por gjithmonë paqja, dashuria, mirësia, familja, gjithçka është gjë më e shenjtë që duhet të ketë një person njeri. Unë do të falenderoj shumë Federatën e Paqes Universale, mikun tim, kolegun Befrimet Hasani, që është kryetari për Tiranën. Do të falenderoja gjithë ato që kanë bërë një punë të madhe për të vlerësuar në këto vite personalitete të ndryshme të fushave me këtë titull. Qoftë nga titulli ambasador për paqe, unë besoj që do të jetë një shtysë e madhe për mua, për të punuar akoma më shumë, për të përcjellë më tepër paqe, dashuri, mirësi, çdo gjë të mirë që duhet të kemi me njëri tjetrin. Do të falenderoja shumë Kozetën, që natyrisht pra Kozeta është kolege ime e hershme në Tirana, Ermenitën, që e kam pas gjithmonë kryeredaktore. Kozeta Zavalani, speakerja e famshme dhe gazetare e Radio Tiranës, ambasadore për paqe, një dorë të ngrihet për Kozetën. Unë e pres në skenë, dhe atë se do të ftoj gazetaren. Sepse me jam në fundit tani do të jem, po marr pak më shumë. Kozeta patjetër, kolegët e tjerë patjetër, kam kolegen time Freskina Miloti, që gjithmonë një jetë tërë punojmë së bashku dhe kemi falur paqe, mirësi, dashuri pra në punën që kemi bërë. Por edhe të tjerë, duhet përshëndesja të gjithë pranishmit, të gjithë të figura dhe ndjem mjaft i vlerësuar që janë në mesin e tyre. Unë ndjem shumë i vogël, mendoj që do të ketë më shumë punë për të bërë. Kemi shëndet dhe jetë dhe të bëjmë më tepër gjëra të bukura. Të falenderoj shumë dhe miqtë mi që janë sot tu, por shumë special do doja edhe për dy prej mi dhe Mbesin që sot herë parë që më ndjekin dhe më janë pranishëm. Janë një përshëndet. Por edhe gjithë shokët, miq special që kanë nderuar sot. Faleminderit shumë. Nga shumë emocione kanë nisur. Mos u largo, Manuela një përshëndetje negativ. Unë e përgëzoj nga zemra zotin Kazmen dhe do doja të uroja vitin e ri me një mesazh nga themeluesja e Federatës në Namun, e cila thot botës si duhen njerëz që kanë guxim, si ata që kanë lënë Amerikën, çifti ndoci për të ardhur për të ndërtuar Shqipërinë, apo si një ambasador për paqe tani, i cili e çon Shqipërinë dhe promovon në të gjithë botën, si dhe mençuri
që ne e gjejmë gjithmonë mes ambasadorëve për paqen, kështu që viti i ri le të na gjejë me më shumë guxim dhe mençuri dhe ta bëjmë Shqipërinë e bërë tashmë. Amen, Manuela. Do të lutem edhe Freskita Milotin të vinë në skenë, gazetarja e Radio Tiranës, zotja Adriatik Balla, gazetar i gazetës Sot, që gjithmonë shkruan për Federatën e Paqes, zonja Ermenita Stafa, kryetarja e Radio Tiranës, e cila është lauruar të vi këtu në skenë për bërë një fotografi, ju lutem, dhe ka që Kozeta, kush është gazetar tjetër, të lutem, nëse unë kam haruar dikë, mund të apresin në skenë. Kozeta, një urim si ajo moderatorja e Radio Tiranës shije. Në fakt do doja veçën se jemi te gazi dhe unë kam qenë një gazin që ndërimet e mia. Mund të them që të gjithë ata që morën sonte dhe gjithmonë titullin ambasador i paqes e meritojnë ato kryesisht, po gazi ka një gjë ndryshe nga të ose më mirë të veçantë. Ai është vetë një njerëz shumë i paqes. Edhe nëse merr titullin ambasador i paqes, është zonë në mënyrë të veçantë dhe uroj gazit me shumë sinqeritet. Ndërkohë gjithë ata që morën titullin sot, dhe uroj gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Urime për të gjithë. Unë vlerësoj mbi të gjithë 5 komponentët e të qenit ambasador për paqen, atë të jetuarit për hir të tjerëve. Dhe ne të gjithë këtu jetojmë për hir të tjerëve sepse i japim shumë komunitetit tonë. Urime dhe suksese të gjithëve. Është një nga aktivitetet më të bukura që nga periudha që unë jam ambasador e paqes,